ka intervistuar qytetarët rrugëve të Vushtres duke i pyetur se çka do t'ju tregonit vizitorëve apo mysafirëve nga qyteti i tyre nga Vushtria. Jemi në komunën e Vushtrisë ku kemi dalur kësaj radhe për t'i pyetur qytetarët se nëse do t'ju vinte një mik nga shtetet e jashtme, çka do i tregonin për Vushtrinë, çfarë vende mund të vizitoj, dhe po ashtu do t'i pyesim qytetarët se të rinj ku kanë vende hapësirat e tjera për t'i vizituar përveç kafeterive në kohën e tyre të lirë. Nëse do të vinte një mik nga jashtë, çka do i tregoje për Vushtrinë? Spore ju përshëndes, edhe faleminderit që keni ardhur në qytetin e Vushtres. Qyteti i Vushtres është daton prej viteve më të vjetra para erëson, para kohës të parëve, kështu që qyteti i Vushtres ka shumë monumente historike, siç është Kalaja e Vushtres, është Ura e Gurit, edhe është hamami, edhe është qyteti më i vjetër, siç thuhet, edhe prej historianëve dhe prej njerëzve që kanë tregu edhe kohë më parë që është qyteti më i vjetër në Kosovë, edhe është ndër qytetet më të mira dhe njerëzit këto në Vushtre janë si më të dallum, është të them edhe nga gjuha, edhe nga dialekti, edhe nga kultura, edhe nga morali, edhe nga të gjitha, sepse vetë antike e qytetit e ka bërë që njerëzit me u vedisu edhe me kuptu se kur është një qytet i vjetër edhe njerëzit janë më të civilizuar, janë më të kulturuar. Nëse një mik kishte ardhur këtu edhe pa marrë parasysh nga cili qytet, nga cili shtet që kisha ardhur në Vushtre, unë personalisht e kisha marrë për veten edhe e kisha dërguar në çdo vend që me pa me bukuritë e qytetit Vushtres, sepse me të vërtet ja vlen me shikuar qytetin e Vushtres. Është një ndër qytetet më të mira, më të zbukuruar, ka monumente, siç thash, monumente historike edhe vetë knaqet edhe syri me i pa këto monumente, sepse sot në vendin tonë neve kemi nevojë me i pa këto edhe me i kujtu edhe mos me i harru edhe me i trashëgu edhe brez pas brezi. Po të rinjta kanë ku të kalojnë kohë përveç kafeneve? Po, qyteti i Vushtres njihet edhe qyteti i sportit. I kemi edhe palestrën e sportit jetën në Tërstena, kemi vende që mundemi me i frekuentu si parqet, i kemi disa parqet, disa fusha, tash edhe fëmijët po lozin edhe po lujnë, edhe të rritë për pas kafeneve që janë qytetit. Ka vende edhe jashtë dhe në periferi qytetit që munden me i frekuentu, janë shumë vende të mira, kështu që po, s'ka. Nëse do të kishte ardhur dikush prej jashtë, çka kishte kallëzu për Vushtrinë? Çfarë ka karakteristika Vushtria, çka ka të mirë me vizitu? Mirë tana. Për shembull, ka kalajën, diçka tjetër, çka ka, çajtore, kafeni? Tana e ka, ama këtë se di çama. A keni pruna i kanë për jashtë ju me vizitu Vushtrinë? Jo. Mira ka, janë mikprica, ushqimi është shumë i mirë, qaja ku shka qef me pi, unë si unë përdëru si qajt edhe si jam i Vushtres, po ka të mira shumë. Pritja është i mirë, janë tanat. Po të rinjta kanë ku me kalu kohë, për shembull përveç kafeneve, vende kulturore, a ka? Besoj që ka, se na jem që 34 vjetë kësaj tim për veç pushimeve kur vim. Po qaj sa pjetë këtë në Vushtre? Shumë e përdojmë, me gjithësot thash pa se konsumoj. Mirë po shumë. Po dhja Vushtria njashme në Kosovë për qaja. Cili kishtë me qenë mesazhi juaj për ata që se kanë vizitu akuma Vushtrinë? Kisha pas dëshirë kush do qoftë, si na që kem qef me shkuar një qytet tjetër, sikur kush do qoftë me arë mirë se vinë. Janë mikprica, kryesore janë shumë mikprica, janë dashtën. Qa u shqeli? Se më smarë me vizitu, mirë është shumë. Qyteti vogël, po është antik, kështu mirë. Edhe po ndërtohet goxha? Edhe po ndërtohet shumë mirë, pse jo, ushqimet janë të mira. Shumë kanë ndryshuar, me ne, disa ndërtesa. Po mos me ardhe 10 vite, për shembull ndoshta se njëri vendin e vet. Mirë u zhvillohen, mirë, njerëz janë shumë të mirë.
shembull vende kulturore, sa ka sportive përveç kafenive? A ka shumë Ka pak. Tana ka pak ka. E nëse kishe ardhur një mik për jashtë, ku kishe qenë me vizitu? Çka kishe vizituar? Veç unë mal. A ka malin e mirë vushtria? Ma ka punë e vështrisë male sa duksh. Mira. E tani miq të dashur, erdhi koha të realizojmë edhe intervistën e